Në emër të shoqëronës Ilirida, presidenti I shoqatës Nehat Marku reciton një poezi. Atëherë, para se të recitoj, më lejoni që në emër të shoqatës dhe në emrin tim personal që po shëndes të gjithëve, që falenderojmë për respektin dhe konsideratën që keni treguar me prezencën tuaj, për të respektuar për shenjë historike për vjetorin e Ismail Qemalit dhe 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë tonë e dike. Andaj, unë kam shkruar disa baze të poetëve tanë që të recitoj para jush, të poetëve të cilët bën gjithçka për ta bërë Shqipëri. 28 nëntor 1912. Shqipëria nën e ime. Ismail Qemali pa thënë, ja pra, kjo është flamun e I kurti zi, me shqiponjen 2 grenara në mes të zezve. Prandaj, edhe hëna do ta di, edhe dielli do të pa, se për gjak sa robullie si Shqipnia një vend nuk ka. Që e kam si fe, e për dy fe, e kam atë dhe, e kam vatan. Shqiptari, musliman qoftë, katolik qoftë, ortodoks qoftë, është një shqiptar. Geri e tos, malësi e jalia, janë një kohë. Me uda, zdurojnë, fund e maje, një është Shqipnia, një gjuhë është që nga bashkonë. Ti Shqipëri më e pëndeje, më e emrin shqiptar. Andaj, unë dhe ju jemi krenar që jemi shqiptar. Andaj, gjersa të ketë frymë me ligjerue, e gjersa gjallë me jetë unë janë, kur Shqipëri s'kam me të juve, edhe në valë me të përmerë kam. Dhe në zemër të çdo shqiptari, le të shkoj fjale e të parëme, se Shqipnia, Kosova, Qamëria janë të shqiptarëve. Po, një ditë do vi, dhe ky kufi do tretet, për ne dhe gjithë shqiptarët, vetëm një Shqipëri do mbetet. Shqipëria do të vendet në çdo shkëmb begur, e ndër shekuj do valoj vetëm ky flamur. Një apim fjallën zotit Puzim Kolla, përfaqësues I shoqatës Alanca Vuqezvjelo. Duke falenderuar në parë shoqatat Aka Skanderbeg dhe Ilirida që kanë organizuar këtë takim në nder të figurës madhështore të Ismail Qemalit dhe duke I falenderuar që me ftesën e tyre na bën vërtet marrin pjesë në këtë përkujtim të kësaj figure e cila kishte përëndër përveç se ishte figura qendrore e shpallës pavarësisë, ëndra e tij ishte bashkimi I gjithë shqiptarëve, ashtu siç u shpall pavarësia në 1912 dhe në 1913 fuqitë e mëdha e coptuan përsëri Shqipërinë. Sot kjo figurë madhore e kombit tonë na bën me forcë sepse ne akoma jemi një kombindar. Ilirida, Kosova, Qamëria, Shqipëria, kudo flitet shqip dhe janë në shtete të ndryshme. Shqipëria është I vetmi shtet në Evropë dhe mund të themi në botë që kufizohet vetëm nga shtete shqipfolse dhe është ndarë akoma. Edhe akoma ne jemi me rrezikun që kombet që na rrethojnë duan akoma të marrin pjesë nga toka jonë. Ne sot kështu siç jemi të bashkuar duhet ta ngrenim zërin me forcë që ëndra e rilindase, ëndra e Ismail Qemalit për bashkim kombëtar të mos shuhet, por të jetë gjithmonë e gjallë dhe të bëhet e realizueshme sa më shpejt. Faleminderit. Një apim fjallën zotit
shak përfaqësues të shoqatës Aleanca Muqezi Umbria. Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, që ndodh në 28 nëntor të vitit 1910, sot jemi në 2010, dhe me rastin që ndodh në Koteli ku ka vdekur kryeministri i parë shqiptar, i nderuar Ismail Qemali, edhe në vendin ku ai jeton për më shumë se 1 muaj për të mbrojtur kauzën kombëtare, për të dalë kundra softimit, për të dalë kundra politikave kundërshtare që ndodheshin atë kohë, ai, ashtu siç e tha Kola, ishte shumë i zhgënjur duke parë lëvizjet kundra shqiptare, ishte shumë i zhgënjur edhe në këtë rast nga kthyrja e shpinës të gjithë politikanëve ndërkombëtar, ai dha një konferencë për shtypjen e hotelit dhe këtu ndroi jetë. Për fat keq, akoma nuk dihet se si, përse dhe si duke dëgjuar disa dokumentarë, duke dëgjuar disa vende, vdekja e tij është një le të themi është një fatkeqësi kombëtare. Është një fatkeqësi kombëtare dhe një fatkeqësi kombëtare e tillë, dhe të rrijë një fatkeqësi kombëtare dhe një harrest e tillë. Dhe unë nuk mundem që të lexohet në histori ku studiojnë fëmijë shqiptarë, a duhet që të ketë edhe një detaj më të fortë për vdekjen e tij, sepse ai është një figurë me të vërtetë kombëtare dhe duhet të ketë një thellësi të historisë. Tani japim fjalën mëngjesorit të mirënjohur Janin Tanën. Përfitoj nga rasti sepse ne shqiptarët në Foligno, në Spoleto, në Assisi, në gjithë territorin në zonën e Urbias, kemi një fat të mirë sepse jemi afër kësaj radhe Ismail Qemali. Në këtë vend ku ai 93 vjet përpara dha jetën. Për mua si dokumentarist, regjizor i vjetër i televizionit shqiptar, 4 janë shtyllat e Shqipërisë tonë. Është Skënderbeu i pari, vjen i dyti Ismail Qemali, ku dha jetën këtu, për çështjen shqiptare, i treti Fanoli, i cili mbrojti në Amerikë çoptimin e Shqipërisë, dhe 4-ta Nën Tereza, që i dha dimension politik Shqipërisë. Që në këtë rast në mbyllit kësaj ceremonie përkutimore të përshëndes dhe falenderoj për bashkëpunimin e gjithanshëm dhe të vazhdueshëm shoqatën Lirita, të gjithë anëtarët e saj, pjesëmarrës dhe në emër të tyre presidentin e shoqatës zotin Nenad Marko. Të përshëndes dhe falenderoj njëkohësisht shoqatën Aleanca Muqezi në Rom dhe Umbria, të gjithë pjesëmarrësit dhe falenderisht në emër të tyre zotin Alex Konesha e atë të Romës Gëzim Kola. Të përshëndes dhe falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që përfaqësuan grupin e studentëve të Universitetit Shqiptar në Perugia e veçanërisht studentin Mirit Nikita. Të përshëndes dhe falenderoj për pjesëmarrjen në angazhimin e të ceremonisë publikore të shoqatës Qitagova e veçanërisht presidentin e saj Luigi Samano. Të përshëndes dhe falenderoj koordinatorin e Komitetit të Migrantës Spoleto zonja Ramona Miraj. Përshëndes dhe falenderoj për pjesëmarrjen në këtë ceremoni përkutimore me punën e tij filmike, regjizorin e mirënjohur Janin Tanën. Njëkohësisht, përshëndes të gjithë pjesëmarrësit të kësaj sallë që morën pjesë në aktivitet të rëndësishëm, si edhe fëmijët figurantë në veshje Alsida Ndreu e Lardin Hakik. Përshëndes edhe drejtuesin e programit, studentën Zonjusha Tetiona Keli. Një përshëndetje të veçantë dhe falenderim të madh
Drejtoria e Hotelit Kufari, i cili na mundësoi dhe na lejoi titull gratuit